Identifikohet viktima dhe drejtuesi i mjetit në aksidentin tragjik të Uraj-Dajlanit, një aksident tragjik rrugor shënuar mbrëmjen e djeshme në qytetin e Durrësit, ku si pasojë aksidentit ka humbur jetën pasagjeria Vikena Greku, 18 vjeç, e cila ndodhej në makinë së bashku me drejtuesin e mjetit. Sipas informacionit zyrtar nga policia, rreth orës 22:15 të datës 15 janar 2026, në zonën e Urës së Dajlanit në lagjën nr. 4, një automjet ka dalë nga rruga dhe ka rënë nga mbikalimi. Mjeti drejtohej nga shtetësi Arbër Xhaxhaj, 26 vjeç, banues në Fier. Burimet policore bëjnë me dije se drejtuesi i automjetit ka qenë në gjendje të dehur dhe po lëvizte me shpejtësi shumë të lartë në aksin Tiranë-Durrës. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të aksidentit, ndërsa 26 vjeçari është shoqëruar për veprime të mëtejshme procedurale.